Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi me emisionin Zoom. Skena politike po hyn në një fazë të re paqartësie dhe përplasje narrativësh. Deklaratat e fundit të kryeministrit Kristian Mickoski kanë hapur dilema serioze se apo paralajmëron kryeministri zgjedhje të reja politike apo bëhet fjalë për një manovër politike me qëllim për të rritur presionin edhe konsolidimin qeveritar. Në kampin shqiptar zhvillimet janë po aq dinamike. Vlen ka paralajmëruar shkritjen në një subjekt të vetëm politik në kongresin që pritet të mbahet më 9 maj, ndërkohë nga ana tjetër opozita shqiptare ka iniciuar disa nisma të reja në parlament si mbledhja në nënshkrimeve për ndryshimet kushtetuese, por edhe deklaratat për rend të ri kushtetues. Ne sonte të gjitha këto tema do t'i diskutojmë së bashku me analistët tanë. Me mua sonte në studio janë Florian Nësimi. Florian, përshëndetje, mirë se erdhe në emisionin Zoom. Mirë se gjeta, ju faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona. Faton Halili, Faton, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Si dhe Faton Mehmeti. Përshëndetje, Faton, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirë gjeta. Atëherë, zoti Nësimi, siç e thash, deklaratat e fundit të kryeministrit të cilat i dha sot, besoj i keni ndjekur, a janë sinjal real për zgjedhjet parakohshme parlamentare apo thjesht presion politik? A ishte e qëllimshme ajo deklaratë që së shpejti do të kemi zgjedhje? Me sa dëgjova unë deklarata, ajo më shumë ishte si përgjigje ndaj kryetarit të opozitës maqedonase, zotrit Filipshe, me të cilin deshte t'i tregoj se në zgjedhjet e radhës ai do të pësoj humbjen e radhës dhe se pastaj do të ballafaqohet ndoshta me ndonjë llogaridhënie brenda partisë së tij, ku deshte t'i thotë se shumë shpejt ai ndoshta dhe nuk do të jetë kryetari i LSD-s për shkak të humbjes që do ta pasojë në zgjedhjet e ardhshme, dhe mua më shumë nuk përmendni diçka zgjedhjet parakohshme parlamentare, më shumë më asocioj në përgjigjen që dha kryetarit të opozitës maqedonase, ndërsa sa i përket kjo tema e zgjedhjeve të parakohshme vazhdimisht domethënë është përmendur këtu që nga krijimi i qeverisë në vitin 2024. Mirë, po tani siç e dim është e paralajmëruar për këtë muaj ose gjatë qershorit rikonstruimi i qeverisë, dhe mendoj se kur kemi rikonstruim të qeverisë nuk mund të pritet pastaj shumë shpejt ke zgjedhje të parakohshme, për shkak se edhe kësaj qeverisë së re së rikonstruar me siguri do t'i duhet ndonjë kohë për të vepruar. Po pastaj kemi edhe këtë pjesën e qeverisë teknike e cila formohet 100 ditë para zgjedhjeve dhe e cila do të vazhdojë të ekzistojë edhe në zgjedhjet e radhës, pa marrë parasysh ndryshimet që bën në ligjin për qeverinë. Dhe nëse i marrim parasysh gjithë domethënë këto timinge t'i quaj 100 ditë domethënë para zgjedhjeve qeveri teknike, edhe rikonstruimi i qeverisë që do të formohet e cila pastaj do t'i duhet një kohë për të funksionuar, mendoj se nuk ka as gjasa reale që brenda vitit 2026 të ketë zgjedhje të parakohshme. Po pse sipas jush kryeministri përmend fraza të tilla se shpejti do të ketë zgjedhje kur dihet edhe ndjeshmëria e opinionit ndaj kësaj teme, për shkak se kjo temë, siç e thatë edhe ju, ka qenë dominante gjatë këtyre 2 viteve, edhe në kampin politik maqedonas, por edhe në kampin politik shqiptar. Ai më tepër mendoj se përpiqet që ta friksojë opozitën maqedonase, duke i dashur të thotë se në zgjedhjet e radhës ju do të pësoni humbjen e radhës dhe pastaj do të ballafaqoni me llogaridhënie brenda partisë suaj. Edhe këto vetë eksponentët e qeverisë, posaçërisht këto të vëmëros, vazhdimisht e kanë përmendur se zgjedhjet parakohshme nuk do të ketë. Posaçërisht edhe para një muaji më duket se zëvendës kryeministri apo ministri i transportit, zotri Nikolovski, e përmendi se viti 2026 nuk do të jetë vit zgjedhor. Mirë, po tek e fundit ajo, domethënë, shpallja zgjedhjeve parakohshme është edhe akt politik. Ato një ditë ato liderët e partive mund të mblidhen edhe të pajtohen për të bërë zgjedhjet parakohshme, mirë, po nëse i marrim parasysh rikonstruimin e qeverisë, edhe 100 ditë të qeverisë teknike që formohen para zgjedhjeve parlamentare, mendoj se viti 2026 definitivisht nuk do të jetë viti i zgjedhjeve. Po do diskutojmë më vonë edhe për nevojën sa duhet të ketë apo jo zgjedhjet parakohshme, të marr mendim edhe nga Fatoni. Faton, si të duk deklarata e kryeministrit Mickoski? Këto deklaratat e zotit Kristian Mickoski, sa i përket paralajmërimit për zgjedhjet e parakohshme, po edhe për rikonstruim të qeverisë, ka qenë për mendimin tim 2 top temat që ai vazhdimisht është duke i konsumuar në opinion. Që prej themelimit të kësaj qeverie deri më sot, me çfarë qëllimi? Në mungesë të projekteve konkrete, në mungesë të hapjes të negociatave me Bashkimin Evropian, para asaj në mungesë të ndryshimeve kushtetuese dhe gjitha sferat ku shteti jon bashkarisht me qytetarët
është duke çaluar si në sferën ekonomike, atë shëndetësisë, të arsimore, gjitha reformat e nevojshme që me padurim i kanë pritur qytetarët me shpresë se këta kanë paralajmëruar ndryshimin. Këta paralajmëruan se tani erdhi shpresa e re për qytetarët. Në mungesë të gjithë këtyre projekteve, këto dy top tema është duke i konsumuar. Edhe merret e kanë potencuar se zoti Hristian Miskovci ka marrë një mësim mjaft të mirë nga Edi Rama. Çdo herë edhe kryeministri i Shqipërisë kur është gjendur përballë presioneve të ndryshme, ndërkombëtare, të jashtme, po edhe të brendshme, nga opozita, dhe në mungesë të projekteve konkrete ka aluduar në rikonstruim të qeverisë, në përgjegjësi individuale, në zgjedhje të parakoshme, vetëm për ta defokusuar opinionin nga zhvillimet e brendshme dhe nga nevoja dhe perspektiva europiane. Kjo është, besoj, ajo më e sakta, më e thjeshta për ta kuptuar edhe qytetarët se çka është duke ndodhur këto 2 vjet e gjys. Shqiptarët, po bashkërisht edhe qytetarët kanë problem në kështet me sistemin. Nuk është në pyetje zoti Hristian Miskovci apo ai tjetri apo ky tjetri. Sistemi është aq i devalvuar në për gjitha sferat e mundshme, sa që është e pamundur brenda natës ose brenda një periudhe të caktuar ti përmirësosh disa gjëra. Po këta 2 apalet edhe Vleni edhe Vëmëroja atë kanë premtuar. Për atë arsye dhe i kanë këto numra në parlament. Me këtë shumicë absolute. Gjitha mekanizmat shtetëror i kanë në dorë. Parlamentin, presidencën, komunat i kanë përvetësuar. Përse nuk ka realizim konkrete projekte? Përse mirëqenia e qytetarit është më e keqe se sa kur? Për shkak të dembelizmit dhe për shkak të këtyre luftrave të brendshme që i kanë edhe në taborin tjetër, po besa edhe tek Vleni. Aq kisha. Fatan. Parapërsisht i ndaj mendimet me parafolësit, por mendoj se edhe ka të bëjë me zhvillimet që janë jashtë Maqedonisë, por që kanë lidhje me Maqedoninë, fillimisht me zgjedhjet në Hungari me humbjen e Orbanit dhe thyerja e emrit të Nikola Gruevskit, kthimit të cilit do të përbënte një bum në Maqedoni, pa marrë parasysh a do të vinë kalë të bardha apo me pranga, gjithsesi ai do t'i qartësoj disa gjëra që besoj se kanë ndodhur mbrapa perdeve dhe me atë mund t'a dëmtoj seriozisht primatin e Hristian Miskovcit. Më besoj se jo vetëm për këtë fakt, por edhe për ato që parafolësit i cekën, duke ashtuar edhe këtë peshën e geopolitikës, besoj se ai dëshiron që të ketë zgjedhjet parakoshme që të shpëtoj veten për edhe një mandat. Nuk ka domethënë kjo qeveri asnjë natyrshmëri. Mos flasim për mos përfaqësimin e shqiptarëve që thirrët Fronti Evropian se nuk janë legjitim, ta lëmë ato anësh. Kryesorja janë integrimet evropiane, të cilët u premtu në ndryshimet bëhen në 6 muajshin e parë, paktën një debat konstruktiv nuk e pat. Domethënë unë nuk e kam të qartë si shqiptari i Maqedonisë çfarë përmbajnë rrezik aq shumë bullgarët futen në kushtetutë. Unë nuk e kam të qartë. Domethënë jashtë asaj marrëdhënieve shqiptaro-maqedone, kemi problem me maqedonasit ndërmjet vete edhe kemi një apati të thellë për shkak dëshpërimit. Njëherë me LSDM-n, tani me VMRO-n, njëra premtoi se do të integroj shtetin strukturat NATO-s dhe të Unionit Evropian, pa hapur debat publik për çështje senzitive, sikurse që ishte çështja e emrit dhe gjë që i kushtoi, edhe po na kushton gjithë qytetarëve. Ndërsa e dyta është e VMRO-s, e cila kishte disa ide dhe kërkesa që janë surreale, domethënë nuk përkojnë me realitetin ndërkombëtar, juridik, rendin juridik në përgjithësi. Domethënë po flasim për rikthimin e emrit, për shembull, zhbamjen e marrëveshjes Prespës, domethënë gjëra që i dëgjojmë edhe nga presidenti aktuale, po edhe nga ky establishment. Besoj se tani kaloi një kohë nga kjo qeveri e re dhe u përballen me realitetin, besoj se edhe unifikimi i Vlenit është pjesë e përballjes me realitetin, se nuk mund të mbijetojnë stuhirave që po vinë jo nga aktër të brendshëm. Domethënë vendi të rajoni është para një, si të themi, stuhie diplomatike. Po, do flasim lidhe me unifikimin e Vlenit më vonë. Sipas te kujti do i konvenonin më shumë zgjedhje parakoshme dhe kush do të humbiste më shumë? Po, unë besoj se me pauzimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, u rrit nacionalizmi edhe më tepër
brenda strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim, pa dhe gjithashtu përgjithësitë gjithë shqiptarët, se shembull ky koalicionim po shifet si jo shumë më ndryshe nga aspekti çeltërsisë dhe vizionit se këta tjerë që ishin, po edhe më impotent karshi partnerëve Maqedonas. Paktën ashtu po perceptohet nga njerëz se BDI-ja ishte më potente karshi partnerëve Maqedonas. Besoj se kjo do t'i shërbejë të dy bloqeve nacionaliste brenda Maqedonisë, edhe Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe VMRO-s, të cilat me këto deklarata që i fryjnë nacionalistët besoj se janë duke komplimentuar njëra tjetrën dhe besoj se prap do të kemi një përbërje si që kishim për 9 vite, 10 vite me radhë. Florian, Dan, edhe ti njëjtin mendim? Mendoj se zgjedhjet e parakohshme më shumë do të kishin konvenuar VMRO-s. Dhe VMRO-ja gjithmonë kur ka qenë në pushtet, gjithmonë ka organizuar zgjedhjet e parakohshme. Asnjë mandat nuk e ka çuar deri në fund. 2008, 2011, 2014, 2016. Domethënë çdo herë kemi pas zgjedhje parakohshme, varësisht kanë qenë 2 vite apo 3 vite qeverisje. Ndërsa LSDM-ja kur ka qenë, të gjitha mandatet i ka çuar deri në fund, 2016, 2020, 2020, 2024. Dhe mendoj se VMRO-ja është një parti kështu që e matë për çdo ditë ratingun ditor, dhe ashtu kur i konvenon asaj ajo i bën zgjedhjet e parakohshme edhe numrat i ka. Edhe në të kaluarën kur ka qenë me BDI-n, nuk e ka pat problem ta çojë vendin zgjedhjet e parakohshme për të siguruar 61 deputet. Edhe ndërsa me siguri se dikush konvenuar për shkak se opozita maqedonase është e dim se çfarë e dobët është, posaçërisht LSDM-ja. Dhe më pak që do t'i kishin konvenuar është LSDM-ja, e cila mund ta pasojë debaklin e radhës, edhe pastaj do duhet edhe ki Filip që atë jep dorëheqje dhe nuk dihet edhe kush mund të vijë atje, ndërsa rreziku tjetër për opozitën maqedonase për LSDM-n është sepse mund Levica ta kalojë LSDM-n. Dhe ajo do të kenë domethënë një risi të ne. Imponohet si forcë e dytë. Si forcë e dytë, mirë po është një parti nacionaliste, nuk duhet ta harrojmë, edhe antishqiptare. Edhe prandaj mendoj se ajo do të kishte qenë një edhe për shqiptarët do të kishte qenë shumë e rëndë për shkak se si do që qetë kjo LSDM-ja fort apo e dobët apo gabimet të cilat i ka bërë në të kaluarën me korrupsion dhe me gjëra tjera, përsëri domethënë për shqiptarët, partia më e mirë nëse guxojmë ta quajmë ashtu në thojza për shqiptarët gjithmonë ka qenë LSDM-ja. Andaj mendoj se shqiptarëve nuk ju konvenon që LSDM-ja të dobësohet edhe më tej, ndërsa prandaj ndoshta nuk na konvenon edhe zgjedhjet e parakohshme, ndërsa sa i përket kampit shqiptar, tani është në disa anketat të fundit të cilat i kishte bërë një shtëpi anketuese Market Vision, atë janë nxori vlenin para BDI-s për një përqindje ndoshta shumë të vogël, edhe mendoj se nuk jam shumë i sigurt se BDI-s do t'i kishin konvenuar në këtë moment zgjedhjet e parakohshme për shkak se ajo edhe brenda ballafaqohet me disa përçarje të brendshme. Zotëri Sela doli nga Fronti Evropian, edhe në zgjedhjet të radhës nuk besoj se do t'i kishte bashkangjitur përsëri BDI-s, Taravari nuk dihet ka është, edhe brenda BDI-s tani me këto disa reforma thojza që u bën, ka një pjesë e cila është e pakënaqur, edhe ki ratingu që vlenin e nxori para, mendoj se sikur të mbahen nesër zgjedhjet parakohshme, vleni mund del para BDI-s. Faton, kujt i konvenojnë më shumë zgjedhjet e parakohshme? Pajtohem me Florianin se përpos se VMRO si konvenojnë zgjedhjet e parakohshme, të tjerët realisht janë të friksuar nga eventualisht nga këto zgjedhje që mund të paraprinë. Nuk mendoj se LSDM-ja ka më shumë çka të humbë se sa sot. Është një parti gati drejt shkatrimit dhe nëse mbahet zgjedhjen mas 3 muajve apo 6 muaj apo për një vit të ardhshëm, nuk mundet të rimëkëmbet. Është ajo LSDM-ja e coptuar fal shqiptarëve. Ne ja kemi ka të ndisur në atë drejtim dhe e kemi stimuluar VMRO-n sot antishqiptare që e përmendën edhe Floriani. Ndërsa se i përket vlenit dhe VMRO-s, vlenit dhe BDI-s konkretisht, të dyja parit u rishosin të barabarta. Çdo herë për tema nacionale, tema që i paraprin zgjedhjeve parakohshme parlamentare, Bashkimi Demokratik për Integrim, gjithsesi edhe Fronti, në këtë rast apo AKI-ja se i ka ndryshuar shumë herë emrat, e ka konsoliduar pak më mirë votën në terren. Prej Krumanove deri në Strug, në aspektin numerik të votave, shifet se është më përpara. Por mos ta harrojmë një fakt se vleni
dy komunat thuajse më të mëdha, Çajirën dhe Tetovën, i ka përvetësuar prap në taborin e vet dhe pjesën e Pollogut, konkretisht Tetovën me rrethin e kontrollon Lëvizja Besa me LD-n e Izet Mexhidit. Dhe është vështirë të parashikohet se cila parti do del fitimtare. Po edhe cilat do qoftë që dele para, nuk është që përbën ndonjë bujtë madhe, se prap varet prej vullnetit të zotit Risan Miskovës, të cilin ai e merr në qeveri. Ta tanët nuk lejnë asgjë përballë atij. Dhe kështu si kanë nisur këta, po na japin një mësim shumë të mirë gjithë shqiptarëve për integrim qytetar edhe ne drejt VMRO-s dhe LSDM-s. Se vetëm ashtu po arrim të përmbushim kërkesat tona ditore dhe këto polemikat dhe politikat ditore të konsumojmë. Mendon se është politike partive maqedonase kjo? Absolutisht se po. Këto kanë investuar shumë dekada, shumë vite, na kanë lexuar mirë neve, kanë lëmtuar shumë mirë për gatishmërinë tonë, për hepshin tonë drejt pushtetit dhe atë për e proklamojnë. Urnoni e janë bashkarisht i prim proceseve, se këta tjuvët nuk vlen për asgjë. Desha të ndërhij vetëm një moment tani ta zomë se nesër mbas zgjedhje dhe BDI-ja fiton. Flasim tash hipotetikisht. A ka ndonjë garancë BDI-ja se VMRO-ja do ta merr atë që ka fituar të shqiptarët? Nuk ka. Domethënë kjo çështje e fituesit me fituesin ngeli prapë pa rregulluar si çështje. Edhe nëse kërkon BDI-ja zgjedhjet parakoshme kujt, ai ka garanca nga dikush se do të jenë në qeveri. Dhe përderisa nuk zgjidhet kjo, ndërsa edhe kjo kërkesa që është të formimi i qeverisë me parimin e Badenterit, edhe mendoj se edhe kjo nuk e rregullon këtë çështje. Për shkak se tani nëse Fronti Evropian kishte më shumë vota se Vleni, mirëpo ne pam me rastin e votimit të Advokatit të Popullit, shumica parlamentare po qeveria siguroi Badenterin me disa tjerë. Edhe tani nëse themi ne se qeveria të formohet me Badenter, partia që është fituese të shqiptarët, nuk do me thonë se do ta ketë Badenterin. Për shkak se Levica për shembull ka një turk, një bosnjak, VMRO ka një hebre. Edhe të Znami ka më duket se një sërb, edhe pastaj kjo do të stimulojë edhe vetë partitë maqedonase që të futin sa më shumë persona të etniteteve tjera në listat e tyre dhe ta sigurojnë Badenterin pa fituesin të shqiptarët. Dhe kjo formimi i qeverisë me Badenter nuk është asnjëfar garancë se në qeveri do të jetë që ka fituar të shqiptarët. Dhe mua më vjen keq që e them këtë publikisht, mirëpo partia shqiptare duhet të bëjnë llogaritjet pak më mirë, se fundi janë edhe llogaritja matematikore. 39 janë momentalisht të etnive tjera, edhe për shumicë Badenterit nevojit e 20. Edhe 20 me rastin e votimit të Advokatit Popullit, VMRO-ja i siguroi pa BDI-n, edhe pa Frontin Evropian. Edhe si dalin ato thonë pa mos i menduar edhe pa mos i spjeguar mirë këto gjëra. Ndoshta edhe unë kam gabim mirë, po ato le dalin një le ta elaborojnë se çfarë mund ndodh në këto raste. Se tani çka do të bëjë VMRO-ja ose LSDM-ja, do të futet aty një dy vleh, një hebrej e ka tash VMRO-ja të Rashela Mizrahin, edhe një turk e ka, do të futet edhe ndonjë malazes për shembull, edhe ti prapë nuk do ta kesh Badenterin. Edhe përderisa nuk është rregulluar kjo çështje, për ku ekziston një garancë e madhe e BDI se ajo do jetë pjesë e përbërjes së re qeveritare në zgjedhjet e reja parlamentare. Kjo është domethënë e shtroj si pyetje dhe nëse kanë domethënë argumente, mund le të dalin dhe le të shpjegojnë. Po sigurisht ne do të dalim tani në një temë tjetër, siç e thash edhe në hyrjen e emisionit, Kongresi i Vlenit është paralajmëruar për më 9 maj me idenë për shkritje në një subjekt të vetëm politik. Por cilat janë dilemat kryesore që mbeten të pasgjillura sipas teje, Faton, këtë drejtim? Për besë Ersan, kur i shoh këto deklaratat e liderëve të Vlenit, gati 2 vite, që çdo ditë, çdo javë, çdo muaj paralajmërojnë këtë unifikim të leadershipit të tyre, nuk më vjen çudi dhe nuk më intereson as pak, jo vetëm mua, po as kujt jashtë kësaj studie. Ajo është problemi brendshëm i tyre. Ajo është një metodë e mirë për ta larguar fokusimin e opinionit kundrejt problemeve që i kanë dhe shpresoj që të bashkohen si do qoftë ato që ta mendojnë. 2 vite e gjysmë na lodhin me të njëjtën temë, sot do bashkohemi, nesër do bashkohemi. Kemi vendosur me 2 kryetar, kemi vendosur me 4 kryetar. Jo, njëri nuk është i kënaqur, tjetri është i kënaqur. Por zotëri ki në qeveri e pjesë e përbërjes qeveritare, ke përgjegjësi, urno paraprit proceseve. Sa i përket politikave të brendshme, të një subjekti, të disa koalicioneve, me këto parti të mëhallave që i kanë krijuar,
është puna juaj, bolle lodhet me opinionin publik. Nuk na interesojnë neve matematika dhe llogaritjet e juaja individuale drejt posteve. Neve na intereson plan, projekt konkret se çka do të bëni me qeverinë. Shumë mirë po të mësoj zoti Planar Nesimi, se në paradite pretendojnë se me bandetet do e formojnë qeverinë, pas dite del ndonjë tjetër mendon disa ndryshime kota kushtetuese, pa e di se çka është duke deklaruar, pa e di se çfarë procesi është duke iniciuar. Përgjithësia, llogaridhënia është zero. Edhe BDI-ja, edhe Vleni, prej ditës së parë që është formuar qeveria, janë munduar disi ti largojnë opinionin nga problemet kryesore të shqiptarëve, po dhe të qytetarëve. BDI-ja në rastin tjetër, në anën tjetër, u mundua shpejt e shpejt ta reformoj partijen në thojza me disa individ të ri, kushtimisht, dhe mos të jap llogari për të bëmat e tyre 20 veçare, apo thënë më konkretisht për të pabëmat e tyre. Nuk mundësh ti të kalosh atleta situatë. Do e largoj një figurë, do e vi një figurë tjetër dhe ju lutem harroni proceset e pa përfunduara në këtë shtet. Proceset e pa iniciuara asnjëherë, një të ngrit me zëre nuk e ka pasur për thelbin e problemit ku e kemi ne. Në vendimarrje atje në qeveri, në ndarje proporcionale të buxhetit, tek parat është problemi. Nuk është problemi tek disa poste se gjoja tash ka më shumë drejtori një parti apo tjetra. Problemi është tek financat. Kush i disponon financat, kush i ka parat, ai bën politik. Të hollat. Këta të tjerët munden të bëjnë politika madhore kundrejt Iranit, kundrejt Ukrainës, Rusisë, ku ta diun. Parat, mjetet financiare disponon pala tjetër. Ne jemi të lënë në harres. Vetëm anime shqiptare janë të lëna në harres, jo vetëm sot. Sot dhe 25 vite që prej konfliktit vitit 2001 këndej. Askush nuk merret me këtë çështje. Askush nuk e ngrit zërin në parlament, në për institucione, në për mbledhje të ndryshme kur është pyetje financat. Gjithë marrin me gjuhën, me jurisprudencën, me tema koti, 20 vite, kur tjese konkretisht pranë projektet për marrjen e financave që na takojnë, që e mbushim në arkën shtetërore, askush nuk e ngrit zërin. Këto politikat e tyre, mbresë partijake, uroj të zgjidhen sa më shpejt. Uroj ta unifikojnë në përgjithësi opinionin. Edhe mund të sjellë kjo organizim i ri i partive shqiptare në pushtet, këtë rast Vlenit, më tepër stabilitet brenda saj. Ne jemi mësuar këto vitet e fundit vetëm stabilitet e mos shohim. Brenda natës ndodhin akrobacione të deputetëve, brenda natës ndodhin disa merkato të ndryshme të disa politikanëve, saqë asgjë më nuk është interesante. Asgjë më nuk të vjen çudi. Një deputet kalon aq lehtë prej një tabor në taborin tjetër, një figurë politike, brenda natës dezerton nga ideja e vet, nga përkushtimi i vet. Dhe sikur mos të shlet ndodh asgjë. E kemi rastin me zotëria Arben Fetajin, për një herë zotëria humbi nga skena, pa e përshëndetur askënd, pa e falenderuar askënd, pa dhënë përgjegjësi për atë ditë sa ka qeverisur në atë institucion, se çfarë ka punuar, për kënd ka punuar. Brenda natës disi largohet dhe askush nuk e konsumon këtë temë. Jo vetëm ai, po ka shumë tema tjera që shumë belet po na kalojnë të situata. Edhe për ligjin e jurisprudencës tash që e kishin studentët në top temë, askush nuk u merrte me disa ministra, disa figura të BDI-s që sa vite kanë qeverisur me vendin dhe nuk kanë dhënë llogari. Ato figura tashmë nuk janë aktive në politikë dhe harrohen. Unë po çuditem me opinionin e përgjithësi si po mund t'ja shkalon aq lehtë këtë situata, si po munden aq lehtë ti kalojnë këto në për parasyve dhe askush mos ta ngrit zërin. As intelektual, as profesorat tonë në universitete, me 3 universitete, askush nuk e ngrit zërin. Të punësuarit administrativ, me vite, gjithë heshtin ersa. Nuk e di se çka është duke ndodhur, po kjo është situata pak a shumë. Tranzicion. Faton të si e vlerëson ti paralajmërimin e Vlenit për shkritjen në një subjekt të vetëm politik? Uroj dhe përshëndes. Do me thonë çdo unifikim është më stabilitet se sa
parti të mahallave, ma herët e ceka me vetëmja parti që është e shtrime paka shumë, jo në tërë teritorin Republikës, për të paktën ku janë shqiptar, është Bashkimi Demokratik për Integrim. Mirë po unë i frigohem ati uniteti, sepse nuk është i natyrshëm, ka të boje me një konglomerat ideologjish, edhe unë mendoj se kur të bohen ata një struktur e vetme dhe shkrien, do më thonë strukturat komplet vertikalja, atëherë ato do të përballen me problemet reale. Se besoj se deri tani kanë funksionuar me supervisor, do më thonë kanë pas si cila parti atë personin e vetë i cili ka bërë transakcionet, ju marrë vesh, po tani kur që a filloj edhe struktura dhe mahallët, do më thonë edhe dekte dhe nëmdekte dhe krejt, besoj se kanë më përballë me problemet reale, gjithsesi uroj që shqiptarët mos fragmentohen në parti qka, do më thonë me na hub vota neve, gjithmonë nuk ona ju ideja se neve na duhen dy bloqe, njëri pak ma i qendrës ose i majt, një tjetër pak ma i djath, edhe pse tek ne këto ndarje janë irrelevante mu për ato arsyet që zoti Alili i ceki, kisha dash me thonë rreth asaj që u fol se këto probleme janë trashëguar në Maqedoni. Dhe gjenerata e prindve tonë nuk kanë qenë guximshëm, se në këto punë nuk duhet intelekt, as informat, ma tepër duhet guxim edhe vizion. Edhe mu për atë kemi këtë distorzim gjitha institucioneve ose personave relevant ose se nuk ka guxim, njerëz nuk kanë guxim, oni se kanë informata. Ose i shohin senat subjektivisht, do me thonë anojnë, edhe nuk janë objektiv ndaj një realitetit se tek e funit ashtë duke u full për të ardhmën e fëmijëve tonë, se sot do me thonë edhe qenja shqiptare pinot pikpytje në Maqedoni, do me thonë pa marrë parasysh se shka thojnë BDI-a dhe Vleni, më po foli si person, si qytetar dhe si prind. Më thonë, unë kam bu Kabull Maqedoninë se kam pase me marrëveshjen e Ohrit edhe me implementimin e kësaj fryme, se marrëveshja e Ohrit nuk është një dokument dhe zezë në bardh, është një frymë, e cila u dasht mu zgjeru në çdo institucion këto 20 vite. Edhe gabimi u konë fillimisht i shqiptarëve, se na e morëm rolin e viktimës, e cila u dashke me shnosh agresorin, do më thonë, me gjithë PTSD shka e ki, neve shqiptarëve na u ka lyp mi mirë kuptu fëqin. Apo kuptën? Edhe çka ndodhi 20 vite, për shkak politikave, interesave ditore politike, fryrjet nacionalizmit, do më thonë e ceki Floriani ma herët, se e shtrydhëm LSDM-n, e forcum që tash vëmëron, ta shofmi që tash me vëmëron që shpeja dalmi në qësh. Janë senet që janë trashëgume edhe ka të bëhe me kapitalin, se kur ka fillu privatizimi, procesi privatizimit shqiptarët, janë konë të hungër me aferën e armëve, janë konë të hungër me Republikën e Iliridës, janë konë të marrë me çështjen ekzistenciale të identitetit, jo të ekonomisë, të financave. Edhe është e kuptueshme se na nuk i kena parët, edhe nuk i kena rregullimin juridik këtij shtetit ashtu që të futet kapitali vllaznive tonë, pi Shqipnia, pi Maqedonia, domethënë ne jemi të mëshirë të fatit. Dhe nuk kemi absolutisht asnjë organizim ose një rrugdalje. Si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, jemi da në dy, që është fat që na përcjell historikisht, na gjithmonë jena da partizanë dhe ballistë, do të thonë edhe para partizanëve dhe ballistëve. Edhe për atë, do të thonë është shumë më lehtë për faktorë tjerë që dojnë me dëmtu ose me dobësu qenjen shqiptare, qenjen politike shqiptare, se na mujtë më konë shqiptar, kur kush ta mohon ty në Shqip me fol në shtëpi. Mirë po, fol me shtetin Shqip, ose fol me avokatin Shqip, ose fol me policin Shqip, fol me mjekun Shqip. Që ajo është më rëndësi për neve. Edhe këto sene janë për shkak të anashkalimit 20 vjeçar, nuk i ka më rëndësi as kulturës, as artit, as muzikës, as kur gjojt, edhe që tash si shoqëri na jena në kolaps. Do me thonë, jo kolaps para kolapsit, jena se kolapsi është shumë i keq. Dhe nuk ka dritë në fund tunelit. Edhe njëra ndër aspektet që duhet më shqyrcu, që janë trashëguar më fal, është edhe hapja arkivave të ish Jugosllavisë. Do me thonë, as na, as Serbia, as Kosova, as këtë komplet sistemit që ka jetu një Jugoslavi, na nuk e dim kush ka bo këto për 50 vite, apo kuptën? Nuk ka naj vetink që u bo që na me shoshitat kalume edhe me dalë më të kjo përfundimi i tranzicionit edhe rrugtimi evropian. Na përdojmë edhe Jugoslav, edhe Osmanli, edhe Shqiptar, edhe Patriota, edhe me vëmërojna këtë edhe ja këtë jemi. Po thonë, vetëm shkurtimisht në deshen e dëryrje, e përmendëm me herët Floriani se vëmëroja nuk po i konvenon shqiptarëve sepse është parti anti-shqiptare. A do të vije momenti të krijohet një parti, ose
këto ekzistuese që janë, njëra prej tyre të marrë guximin dhe ta nisë një rrugë, një parti në një drejtim anti-Maqedonas. Jo. Pse vetëm ta përfundoj? Pse çdo herë mire potencove, ne prej viktime është dashur ta shëndoshëm agresorin. 25 vite këtë rol e kemi luajtur. A do të vijë momenti i kundërt? Ne tani të mendojmë për një. Ne shqiptarët humbim. Absolutisht se spajtohet. Ne për momentin ne shqiptarët humbim. Nuk humbim. Vetëm të ndërlidhem. VMRO-ja, kjo VMRO dhe VMRO-ja historike si organizatë, domethënë, pedojmë një distinkcion VMRO-ja historike, organizata dhe VMRO-ja që pas 91-shit nuk kanë asnjë përbashkët. Domethënë kjo është diçka tjetër. Kjo është kjo fatkeqësisht kjo problem brenda Maqedonisë, se kjo VMRO nuk përfaqëson as më të Maqedonas në atë kuptimin e termit nacionalizëm Maqedonas. Absolutisht. As më në Maqedonas, se kjo është VMRO e Kralevës më atë. Mirë, të kthehemi në temë, ju lutem, si ishim duke folur për këtë kongresin e Vlenit. Si e vlerësoni modelin e leadershipit me dy kryetar? Unë mendoj se është shumë e vështirë, se na me një kryetar e kena vështirë me dy kryetar. Shumë është vështirë, po më besoj se presioni i jashtëm do t'i bëjë që ata konsolidohen. Është një ide shumë interesante, është shumë një ide e mirë, do të thonë një vazhdimsi, një veprim konsenzualitet non-stop. Do të thonë është diçka që na shqiptarët si kulturë nuk e kena këtë konsenzualitetin, zakonisht e kena njonin që vendos, po baraktarizmin e kemi. Unë uroj që t'jeti suksesshëm edhe t'jeti mirë, edhe pse nuk besoj për shkak të dallimeve ideologjike. Më thonë, mos ta disektojmë që thash edhe këtë temë, kemi të bëjmë me një ishbes, e cila është ndarë në dy, e cila për mua konë pak a shumë e influencuar për ideologjive që unë mendoj se janë, do të thonë, ju ka kalu koha, do të thonë atë në ideologjive. Edhe besoj se në këtë mes subjektit që ka me pësu, mas shumë të ka me qenë pikërisht lëvizja demokratike Izetmegjitit, se ka mu fragmentu. Shkupe Kumanov, njëra pjesë, Kumanove Tetov, tjetra pjesë, edhe ka me mitë veçëm një bërthom, ta thama ajo e UÇK-s, e cila u shkaput prej BDI-s. Edhe besoj se mas shumë të ka me pësu zoti Izetmegjiti. Florian, si e sheh paralajmërimin e Vlenit për shkrirjen në një subjekt të vetëm politik? Po, kjo tema e Vlenit prej ditën që shkriju Vleni, para 2 viteve, do me thonë, kur ishte atër një 4 muaj para zgjedhjeve parlamentare, me njerë është pa me njësi kështu me skepticizëm, edhe nga popullat, edhe nga opinion bërësit, po edhe nga opozita e tanishme atër që ishte pushteti, edhe vazhdimisht është potencuar se këto shumë shpejt do të përçahen, për shkak se nuk mund të merren vesh se cili do të jetë kryetari dhe nuk ka ardhmë ri. Kjo bënje ka ekzistuar prej fillimi. Mirë po, si koalicion që u formu i partive opozitare, qëllimin primar ato e arritën, sepse arritën që të futen në qeveri. Me futjen në qeveri, ato fillon të ballafaqohen me një sulm nga opozita shqiptare, e cila e kontestonte legitimitetin. Dhe ato mendoj se kanë qenë periudha më e vështirë për Vlenin, kur parashtroi pyetja se jeni apo s'jeni legjitim që jeni futur në qeveri, dhe pikërisht atëherë ndodhi edhe një përçarje e re te Vleni kur Taravari doli, sepse ai besonte se në zgjedhjet lokale Vleni do të pësoj, do me thonë, një debakëll zgjedhor, dhe i bëri matematikat e tij që të del para kohë prej Vlenit, që pastaj nëpërmjet BDI-s të futet përsëri në qeveri. Mirë po, u mbajtën zgjedhjet lokale dhe po ai Vlen, do me thonë, doli fitimtar. E mori shumicën e komunave dhe jo se nuk u përça, mirë po edhe fitojnë zgjedhjet lokale. Ndërsa tani e shohim se ditën e shtunë ato edhe do të bëjnë një parti, me çfarë do me thonë i demantohen të gjitha ato zërat skeptik që ishin e që thonin se Vleni shumë shpejt do të përçahet. Pastaj është, mendoj se ajo që e ka mbajtur gjallë Vlenin deri këto ditët e sotme është, mendoj se ai konsensualiteti, mirëbesimi dhe respekti që e kanë ndërmjet njëri tjetrit Bilal Kasami dhe Izetmegjiti. Do me thënë, duhet jemi të realistë se këto janë 2 personat kryesor të kësaj partie, dhe derisa ato arrin me mirëkuptim të zgjidhin të gjitha problemet e brendshme që i kanë dhe me konsensus të arrin vendimet e tyre, mendoj se Vleni ka një të armë të ndritur, ta them, në periudhën që pason, por derisa këto 2 persona
i sjellin të gjitha vendimet me mirëbejsim. Si do të funksionojë ky sistemi, do me thonë me dikretar, neve do të na ngelet ta shohim, edhe statutin e partisë duhet ta shohim, besoj se do ta bëjmë publike ditën e shtunë, dhe të shohim cili është ajo mënyra se si ato i kanë balancuar forcat njëri me tjetrin. Përmendje konsensualitetin, në fakt e kanë përmendur edhe eksponentë të lartë të vlenit që vendimarrja me konsensus nga një kryesi e ngushtë prej 5 antarëve, duke llogaritur këto 2 bashkëkryetarët, 2 nënkryetarët dhe sekretarin e përgjithshëm, por a rrezikon kjo të ngadalësoj proceset në momente kur duhen vendime të shpejta? E dim që në politikë ndonjëherë duhen edhe vendime të shpejta. Jo, përkundër mendoj se do t'i përshpejtoj. Se deri tani kemi pasur një ngadalësim për shkak se janë aty 4 apo 5 parti, dhe kur është dashur edhe një ministër ta emërojnë dikund, njëherë kanë mbatur një 5-6 mbledhje radhazi derisa të merren vesh se cilin do ta delegojnë atje, ndërsa tani besoj se do e kenë më të lehtë. Tani do me thonë vetëm dikretar janë dhe do të mjaftohet të ditë të merren vesh njëri me tjetrin dhe strukturat tjera pastaj e kanë patjetër që të dëgjojnë vendimin e kryetarit. Mirë po këtu do me thonë duhet mendoj se ky sistemi dipartijak do të jetë një risi për demokracinë këtu tonë, edhe demokracia këtë ka si leitmotiv, risitë dhe ndryshimet. Edhe mund shpresoj të jetë një hyrje në sistemin dipartijak apo bipolar, që të shqiptarët e Maqedonisë përfundimisht të kemi vetëm dy parti, siç kemi patur në vitet e 90-ta. Mirë po pastaj e dim pasi BDJ ishte shumë gjatë në pushtet, opozita shqiptare vazhdimisht domethënë përçahej, ndërsa tani mendoj se është koha që edhe të opozita të kemi ndonjë risi të re, pse mos edhe ato që të bashkohen në një parti të vetme, megjithëse tani Sela formoi një parti tjetër, dhe siç duket me një komp ai vetëm është edhe në qeveri. Mirë po nuk e dim tani si do të jetë raporti i partisë së Selës me Vlenin. Mendon që do hy në qeveri zot Po, Sela? mendoj, domethënë, besoj shumë shpejt për shkak se ajo shihet vetëm nga deklaratat e zotrit Sela. Gjatë nëntorit të vitit të kaluar, pas zgjedhjeve lokale, ai vendoi 3 kushte për të hyrë në qeveri. Tha, kushti i parë është që të bëhen ndryshimet kushtetuese, të futen bullgarët në preambul, pastaj kushti i dytë tha është të hiqet 20%-shi dhe të zëvendësohet me gjuhën shqipe, dhe kushti i tretë është sjellja e vendimeve në gjykatë kushtetuese me badenter. Ndërsa pardje e përmendi vetëm këtë kushtin e badenterit në gjykatën kushtetuese. Do me thonë Sela tani i zvogëloi kërkesat e tjera, ra vetëm në një kërkesë që na lën neve të mendojmë se ai vetëm ka hyrë në negociata për futjen në qeveri. Vetëm desha të ndërlidhem tek Floriani, se sqarimi dhe interpretimi i tij mbi zhvillimet tek Vleni dhe tek BDI-ja me këtë logjik të re të funksionimit brenda partijak, po mundohen në përgjithësi ta shpallën si fitore të shqiptarëve. Në qoftë se funksionojnë, apo nuk funksionojnë si duan, apo zgjedhin një metodë të funksionimit ndryshe, është fitore vetëm atyre dhe asaj grupe të cilën e qeverisë ose e mirëmban atë parti. Nuk është fitore shqiptarëve Ersan. Floriani përmendi se gjithë qytetarët e kanë parë me skepticizëm krimin e Vlenit dhe pjesëmarrjen e saj qeveri. Unë e shoh dhe e kam parë dhe vazhdoj ta shoh me skepticizëm. Pse? Vleni premtoi ndryshimin Ersan. Nuk premtoi zëvendësimin e figurave. Do e heqim një figurë, do e heqim një ministër të BDI-s, do e shpallim një ministër tjetër. Nuk e premtoi këtë gjë. Vleni e ka premtuar ndryshimin. Fjala ndryshim nuk kupton shumë çka. Edhe vetë frymëmarrjen tënde çdo ditë nuk kupton ndryshe. E lëre më funksionimin e institucioneve. E lëre më menaxhimin e institucioneve në dobi të shqiptarëve, jo të shtetit. Pikë së parë të shqiptarëve. Pastaj flasëm për shtetin. Unë e shoh prapë me skepticizëm edhe atëherë, edhe sot, sepse Vleni nuk hyri me kushte në qeveri. Vleni veproi një si BDI-ja për gjatë 20 viteve, hyri pa kushte në qeveri. Në qoftë se Vleni do të kishte shpall 3 kushte. E para do të ishte ndryshimet kushtetuese, me afate dhe rezultate shumë të shpejta, shumë konkrete. E dyta do të ishte përfaqësimi adekuat të shqiptarëve sa më shpejt e sa më parë të ndodhë në institucione. Jo vetëm si figura, po vendimare konkrete. E treta do të ishte sa më shpejt e sa më parë me ndryshimet kushtetuese të realizohet edhe në zyrtarizimi e gjuhës shqipe në për gjitha institucionet, që e përmeni me atë zoti Mehmeti. Unë këtë e shoh ndryshim. Ndryshimi madh na qenë nga se e larguam zotrin Ali Ahmetin për 20 vite dhe në erdhën po të njëjtit njerëz ish bashkëpunëtor të zotrit Ali Ahmetit që kanë qeverisur bashkë. Çfarë ndryshimi është kjo? Ku mos ta shohim me skepticizëm?
Nuk jam as nga njëra anë, as nga tjetra. Jam kritik në maksimum nga të dyja palët, jo vetëm sot, Ersan. Në për gjitha emisionet ku kam pasur hapësirën të debatoj me panelistë të nderuar. Këto zhvillimet e brendshme janë fitore tyre, e lëmanash. Neve na duhen rezultate konkrete, fitore kolektive të shqiptarëve. Prej të marrja edhe njerë po pëndëcoj, hisës në buxhet që në takon, e deri të përfaqësimi sa më i mirë e sa më edukat i shqiptarëve në për institucione. Këto tjerat, me këto thashë thejme, me këto lëvizje, koti, janë vetëm për të defokusu opinionin, jo vetëm sot, po për në të rreth 25 vite në kanë shpjerë në përkësi lojrash. Njëra parti tash do futën qeveri, tjetra do të hyjë, tjetra do të lëshoj pe, tjetra humbë një ministri. Nuk jemi duke luajtur futboll për ta numëruar gollat e njëra tjetrës. Tu kemi të bëjmë me fatin ton si qytetar dhe si shqiptar në këtë shtet. A intereson do kujt kjo gjë? Këtë duhet ta shqyrtojmë, jo vetëm sante, në për çdo takime, në për çdo debat të mundshëm televiziv apo edhe jashta kësaj studie. Të flasim për rezultate dhe fitore të shqiptarëve. Ku? Në tavolinë. Me perspektive evropiane dhe me angazhime sa më të duhura në për çdo institucion për të punuar në të mirë të shqiptarëve. Këtu vetëm pak nëse mund dalëm te kjo pjesa, do me thonë që themi se kur partit do me thonë marrin disa vendime dhe pastaj ndërsa të popullata nuk reflektohen. Ja një shembull e kemi këtë dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Tani dalin edhe thonë protagonistët e BDI-s dhe thonë se kjo është e drejtë kushtetuese. Mirëpo nëse është një drejtë e cila buron nga kushtetuta, atëherë i bën se ky provim ka mund të jepet në gjuhën shqipe nga viti 2001, se marrëveshja ori në kushtetutë është inkorporuar në vitin 2001. Atëherë kush do ta mbajë përgjegjësinë nga viti 2001 deri në vitin 2026 sot që nuk është dhënë ky provim në gjuhën shqipe? Ja u dha përgjegjësinë, zoti Ahmeti, ja u dha përgjegjësinë faktorit politik Maqedonas, i cili nuk e ka shpjeguar dhe nuk ka punuar absolutisht me pjesën e popullit tëne se çka nënkupton marrëveshja e Ohrit për ata. Po njëjtë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e ka pas bashkëqartë vetë se çka do me thonë marrëveshja e Ohrit edhe për neve shqiptarëve. Se me frymën e marrëveshjes së Ohrit, asnjë punonjës shtetëror nuk guxon me pas një gram shovinizëm. Do me thonë neve marrëveshja e Ohrit na bie në shallterin e parë, në sportelin e parë na bie. Do me thonë për shkak të sjelljes, do me thonë edukatës, edhe shprehjes, mënyrës shprehjes. Po ne që e di maqedonishtën kemi problem me komunikim. Para mendo fëmijët e mi që nuk din maqedonisht, dhe s'besoj se do ta mësojnë se s'ka as kontakt, na jetojmë paralelisht, na nuk jetojmë me një shoqëri, na jetojmë paralelisht. Dhe më thonë, janë shumë faktorë që nuk mujtë më edhe bashkë dikujt mi alona, po kupton në komunën, as vlenit, pa as bëdis, se do më thonë, i cekëm, është privatizimi, janë çështjet shërbimeve, të vetingit, nuk ka, do më thonë, këto filtrim të strukturave të vjetra, ende i kemi ato. Më thonë, shumë faktorë janë, 4 faktorë është marrëveshja e Ohrit, nuk u shpjegu se çfarë dokumenti përmban, do më thonë, u dash me ardhni Zoran Zaev, i cili ishte bukfalisht kamikaz politike, boni një veprim, i cili qaj veprim neve na i zyrtarizoj senet që u nënshkritën me marrëveshjen e Ohrit. Më thonë, e pritëm vitin 2018 për me pas ligjin për gjumët. Më thonë, këto nuk janë dështime veç BDI-s. Kjo është dështimi komplet shtetit, komplet shoqërisë, edhe i shqiptarëve, i maqedonasve, edhe i serbëve, romëve, vllehve, se marrëveshja e Ohrit ka përfitime për krejt. Edhe nesër nëse Maqedonasit binë në përqindjen e cila ja u garanton atë unitarizmin dhe sundimin e shtetit, e kanë garantuar se gjuma e tyne për krejt shteteve për rreth nëse më thonë nuk pranohet se është gjumë, më thonë me kushtetutën e Maqedonisë, edhe me që këtë rënd, post marrëveshjes së Ohrit, jemi mbrojtëm nasa i përket etnikumit. Puna është se nuk ka kohezion, nuk ka shoshitje ndërmjet etnikumeve. S'po foli veç për partit politike, po edhe gazetar, edhe opinionista, edhe analista, të na kërkush nuk miret me këto, se s'ka guxim. Na komunikimin ndëretnik e kemi, ose përmes Reqisës Vogël, ose përmes Bihaçkës, ose përmes Pallatit Bardh, më thonë përmes partive politike. Nuk ka të na, dhe kina pas një epizod, më thonë, bashkëpunimit ndëretnik, revolucioni Leramani cili ishte një operacion, më thonë, u krymë, ajo frim vdiq, zgati sa zgati dy vit. Është një hipokrizi tjetër me këtë ligjin e provimit jurisprudencës. Sekretari i BDI-s në protest tha se
studentët kanë pasur drejt ta japin këtë provim gjuhën shqipe nga vitin 2019, mirë po nuk kanë kërku. Do me thonë, kjo është për atë person një vetvrasje politike, se parashtrohet pyetja se ka mundësi atër këto mos ju kanë tregu shqiptarëve se mund të japin gjuhën shqipe. Se ato janë edhe profesorë universitar, kanë studentët e tyre. Ato studentëve vetë nuk ju kanë tregu se mund ta bëjnë kërkesën gjuhën shqipe. Pastaj është një fakt tjetër, nga viti 2011 deri në vitin 2017, në vazhdimsi të gjithë ministrat e drejtësisë kanë qenë shqiptarë. Në vazhdimsi, do me thonë, pas një ndërprerje. Dhe ato nuk kanë bërë asnjë hap, asnjë gurë nuk e kanë lëvizur në drejtim të dhënies së provimit jurisprudencës në gjuhën shqipe. Dhe tani parashtrohet pyetja se a duhet dikush të mbajë përgjegjësi? A duhet ato persona dalin edhe një herë të tregojnë se pse nuk e kanë bërë ato, edhe pastaj të japin mbështetje studentëve, se kur dalin njëjtat persona aty me studentët, atëherë ato edhe njëllosin edhe vetë protestën e studentëve, e cila është shumë legjitime. Do me thonë, një herë duhet vije të përgjegjësia, pastaj të oferta se çka do të bëjmë në të ardhmen, përderisa nuk ka përgjegjësi politike të udhëheqësve, mendoj se punët kështu do të vazhdojnë të ngecën. Po, në fakt u përmend këtu marrëveshja e Ohrit, kisha dashur të dal pak në këtë temë, kisha edhe si pyetje se në fakt gjithmonë kur flitet për marrëveshjen e Ohrit e kemi në pikpyetje zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, se a është zbatuar apo a është vënë në praktik. Dhe në këtë kontekst, a mendoni se duhet një marrëveshje e re mes Maqedonisë dhe shqiptarëve apo thjesht vetëm duhet të zbatohet marrëveshja e Ohrit? Marrëveshja e Ohrit nuk është e zbatueshme me këtë mentalitet. Me këto istikame që i kanë ngrit pala tjetër, nuk është e zbatueshme, andaj mendoj se një marrëveshje e re është e pavitueshme. Më thonë, nëse dëshirojmë të flasim për një Maqedoni në që këtë format, unë mendoj se vetë një gjë që do jepte stabilitet është një marrëveshje e re, e cila do t'i definonte gjërat, e cila do të paraqeste një model 3 administrimi, do më thonë, jam të full për një federalizim, do të thotë për në vija etnike, po në vija zhvillimore ekonomike, shembull, do në 8 rajone dhe 10 rajone, ndoshta edhe lokalisht do të kemi mundësi ma mirë mi realizu drejta tona kombëtare, se sa kështu kur po bomu, se na dhe reflekset pi inicojmë vetë, do më thonë se fqinjë po frigohen prej neve, do më thonë, ne jemi ende të jetu me konspiracionit viteve 90-a, 80-a, 90-a, do më thonë, edhe shqiptarët, edhe maqedonët, edhe serbë, edhe nuk ka asnjë frymë e re e cila shikon, më thonë, me ardhë me hek këtë mjegull dhe me dhonë naj solucion. Më thonë, gjitha trejat që na vinë, realisht janë ftyra trejat lojrave të vjetra. Do më thonë, neve nuk na duhen njerëz të rit menaxhum prej ustallarëve, bedela, si e thot Ramiz Ladrovci në Kosovë. Neve na duhen njerëz që në kohë reale marrin vendime reale, edhe nuk e kanë atë shovinizmin të pjekët në vete, edhe i mirëkuptojnë personat e etnive tjera. Pak të në Maqedonia kena pa tjetër se na shoqëri multietnik. Florian? Po mendoj se vetë teksti i marrëveshjes së Ohrit i garanton, domethënë, disa të drejta edhe i siguron disa të drejta të shqiptarëve, për shkak se në vitin 2001 shqiptarët kanë qenë të detyruar që të marrin armët në duar për të realizuar kërkesat e tyre, sepse për 11 vitin 90-2001 nuk arritën që të realizojnë në formë institucionale, dhe nuk ka dyshim se konflikti i vitit 2001 ka luajtur, domethënë, rolin pozitiv. Teksti i marrëveshjes së Ohrit garanton deri diku të gjitha të drejtat, është rritur përfaqësimi, edhe pozita juridiko-kushtetuese sadopak është avancuar, mirë po problemi është të zbatimi. Të zbatimi i marrëveshjes së Ohrit, ku janë përgjegjëse drejt për drejt partitë politike. E para është BDI-ja, për shkak se vetë marrëveshja e Ohrit e ka pasur një afat për të implementuar tëra në vitin 2005, ndërsa në vitin 2005 vetëm një ligj për decentralizim që ka ardhur. Edhe ki balancuesi që thirret BDI-ja ka ardhur në vitin 2014. Në ligjin për në punës administrativ. Ligji për përdorimin e gjuhëve ka ardhur në vitin 2018. Në vitin 2019 ka hyrë në fuqi. Do me thonë, kemi një distancë shumë të gjatë kohore ku gjuha shqipe edhe nuk ka qenë gjuhë zyrtare. Është problemi të partitë politike të cilat duhet të kujdesen për zbatimin e marrëveshjes Ohrit, dhe tek e fundi duhet t'i vendojnë edhe disa vija të kuqe, karshi partnerit të tyre Maqedonas, dhe nuk duhet të dalin nga ato vija të kuqe. Nuk është problemi, mendoj, te teksti i marrëveshjes së Ohrit, sa është te zbatimi, ndërsa këto zërat e ri tani që dalin për rregullim të ri shtetëror, mendoj se janë shumë të vonuar. Nëse do të diskutojmë për ato. Po, në rregull, mirë, po gjithsesi mendoj se e ka avancuar marrëveshja e Ohrit statusin juridiko-kushtetues të shqiptarëve, mirë po ngelet edhe shumë për të dëshiruar. Dasha një koment për punën e shembull
vonesës, do më thonë, kita e qartë, po edhe njerë për i këthejmë i asoj se derisa nuk ki vullnet politik nga pala tjetër, nuk mund të avancosh se të ke funit tje demokraci dhe nasë mujtë me detyru Maqedonasit me votu. Më thonë, për ligjën e gjumve, ne dim se shka buni presidenti Ivanov në atë kohë, më thonë, nuk e dekretoj, nuk e nënshkrujti, u dashtë, më thonë, Talat Xhaferi me bo sekretari kuvendit, edhe më thonë, si pas kush boni shkeli kushtetuese këtu? Kush nuk e respektoj rendin? A nuk e respektoj Ivanove, a nuk e respektoj Talat Xhaferi? Jo, kuvendi e votoj legjin. Mirë po, e ka fjallën se me vones. Vitin 2001 është marrëveshje orit, legje gjuhës janë në vitin 2018. Brenda 17 viteve çka ka ndodhur? Kur gjë s'ka ndodhur? Se e ki pas një LSDM të udhëhequr nga Branko Crvenkovski, pastaj e ki pas një VMRO të udhëhequr nga Nikola Gruevski. Do të thonë, kur nuk ki vullnet politik te pala tjetër për mi realizu ato qëllimet të cilët janë dakordume, se marrëveshja e Ohrit ka qenë kompromis i përbashkët i joni i Maqedonësit. Tani Maqedonasit përkëshirë me bo kompromis me kompromisin. Edhe mu ajo, do më thonë, vonimi, zhagimi i procesit është pjesë e operacionit për demoralizim politik shqiptarve, na kapi neve apatia, se na nuk mund mi kur gjumë në rrunë këtë shtetë, edhe pajtohemi me çfarë do kuft rregullimit që përna përgatitet, se do më thonë, na as kënej s'kena met, as anej. Për qatë po mendoj se uroj që rinia, studentët, nuk do të ndikohen politikisht dhe besoj që nga ajo lëvizje do dalë diçka e re që do të na ofroj pak të një fije shpresë. Faleminderit. Paton, desha të ndërlidhem shkurtimisht, disi shumë lehtë po të kalon këtë pjesë të vullnetit politik nga ana tjetër për gjatë 25 vite. Njerëz ka pas vullnet Brankoja, pastaj Gruevski, pastaj një tjetër Ivanov e ku ta diun. Po, s'kan pas vullnet asnjë. Unë po e parashtoj jo vetëm sot, po edhe shumë më herët e kam parashtuar si pyetje, për çfarë duhet të ekzistojë atër faktori politik shqiptar? Për çfarë duhet të ketë ekzistuar dhe duhet të ekzistojë BDI-ja? Për çfarë duhet të ekzistojë sot vleni? Atë pyetje duhet të flasim zot Italiameti, ai duhet na dhënë përgjigje. Po, tek shumë lehtë disi e kalove këtë pjesën si amnesti. Jo, sa është punë amnestisë. Për të gjitha palët. Jo. Disi amnestohen gjitha partitë politike. Jo, nëse po amnestoj, është çështja e realitetit. Edhe njëjtë realitet është edhe sot. Po marr parasysh se sot BDI-ja është në opozitë. Edhe domethënë po rrej gjoks. Njëjtë punë vendi. Njëjtë sen ka më përsërit. Kjo nuk ka të bëjë me... Po pse duhet me ekzistu këto dy partia? Ose vetëm faktori politik shqiptar? Se Fatoni, Floriani dhe njerëz tjerë fatkeqësisht nuk e shohin rregullimin e organizimin politik jashtë partive ekzistuese politike. Nëse flasim vetëm për byro punësimi, le të ekzistojë. Nëse flasim për temat mëdha, atë që përmenda më herët, për fitoret të shqiptarëve në tavolinë, më mirë shkojnë të gjithë tek shtëpia, ti mbyllin partitë e tyre dhe ne prapo e ripotencoj të integrohemi gjysa në LSDM, gjysa në VMRO. Shumë më lehtë besoni do i arrijmë ato të drejtat tona individuale dhe interesat tona. Qofse e lajmë këtë pjesë, po bisedojmë për drejtat të shqiptarëve në këto institucione, në këtë shtet të brisht, atëherë duhet një politik më e mençurve, duhet një politik më vulgare, një politik më agresive në tavolinë. Unë s'pe kam qartë, se na pekina qartë se partitë politike shqiptare nuk janë aq potent sa po deklarohen, po është edhe një sen i paqartë. Pse kur nuk u sulmu një tip pozicion Maqedonas, as për mediumeve shqiptare, as për analistëve shqiptarë. Pse na hezitojmë mi shpërfaq çdo sene që na ndodhin Trajkoslavevski që tash në më thonë përgatitet akt akuz për shkak të punës pa përgjithshme. Mos folmi, do më thonë për borxhin që na ka rrit për 2 vite, 8.4 miliard që tash 10.7, ndoshta pritet edhe si vjet 500-700 milion ma tepër me marr borxh. Më thonë, na fatkeqësisht komplet këtë politik bërja shqiptare evolvon rreth Aliametit. Fatkeqësisht, do më thonë. Edhe njërin si natë Elon Rahat, apo kupton? Edhe njëri, do më thonë, ka probleme edhe në parti, ka probleme edhe me partnerët e mundshëm, dhe partnerët e kalum, ka probleme edhe me opozitën, të cilat një pjesë tyre të konsiderueshme i ka partner. Më thonë, neve na duhet për çat diçka e re, e cila ja fillon me menduën shqip edhe sulmon pa absolutisht, as pa kalkulimet të mundshme të koalicionimeve të ardhshme, do më thonë. Neve ç'kena duhet. Nuk dashta mi amnestu edhe pse çashtu Tinglova. Po, Tinglova, kërkoj ndjes. Mirë po, realiteti është se edhe Branki, edhe Nikola, nuk kanë pas vullnet njëtë sikur Ky Miskovski. Nuk kanë vullnet të ta.
gjemi edhe minutat të fundit të emisionit, në fakt desha të komentoj edhe veprimet politike të opozitës shqiptare, këtu konkretisht Bashkimi Demokratik për Integrim. Para disa ditësh në parlament dulen me një nismë për mbledhjen në shkrimeve për fillimin e procedurës për ndryshime kushtetuese. Si e vlerësoni këtë? Ajo për ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve në preambull, këto janë dorëzuar në parlament edhe në vitin 2023 nga ana e qeverisë, ku duhet në preambull të futen edhe 60.000 tjera, dhe mendoj se nuk kishte nevojë për këtë farsën e radhës, sepse dihet, pa votat e vëmëros, ndryshime kushtetuese nuk mund bëhen. Ka mënyra tjera si duhet bëhet presioni ndaj maqedonasve, që ato të pajtojnë për të bërë ndryshimet kushtetuese, jo kështu me propozime, me projekt ligje apo me dokumente që dorëzohen aty në kuvend, nuk bëhet ashtu. Pastaj patëm edhe në gjatë kohës së fundit nga disa protagonistë BDI-s, kemi edhe disa deklarata për rregullim të ri shtetëror. Mendoj se është vonë për atë punë, për ato mendoj. Mund dalin forcat e reja politike të kërkojnë rregullim të ri shtetëror, mirë po nuk është BDI-ja ajo e cila ka edhe drejtën morale ta kërkojë atë gjë, për shkak se për BDI-n shteti ishte i mirë kur ishin ato në qeveri, kur kishin vetura zyrtare, kur kishin udhëtime zyrtare jashtë shtetit, edhe kur ndanin tenderet edhe kontratat, atëherë shteti është shumë i mirë. Ndërsa kur je në opozitë shteti s'bën, apo s'bën kushtetuta. A kushtetuta kur ishin ato në qeveri shumë e mirë ishte, edhe ki rregullim i ri shtetëror. Ndërsa sa i përket zërave të cilat tani luajnë të BDI-ja se do të kërkojnë ndonjë federalizim. Federalizimin e ka kërkuar Nevzat Halili në vitin 2012 të Sheshi Skënderbeu, edhe ka pas 15 veta aty. Unë kam qenë një prej tyre. 15 veta ka pat më i numëru tani më i pa ato skenat, mund të gjeni në YouTube aty. Pse? Për shkak se bënte presion pushteti atëshëm që popullata mos i bashkohen aty. Nëse kërkojnë federalizim, njëherë duhet shkojnë te shtëpia e Nevzat Halilit, i kërkojnë falje, sepse i kanë luftuar vitin 2012 dhe pastaj të dalin të kërkojnë rregullim të ri shtetëror, për të cilën unë mendoj se nuk kanë asnjë farë të drejtë morale. Për shkak se ato kanë qenë pjesë e këtij shteti 22 vite, i kanë realizuar të gjitha gjërat. Edhe milionat i kanë bërë me këtë rregullim të ri shtetëror dhe nuk kanë ndonjë drejtë morale për kërkuar diçka të re. Nuk them se nuk duhet. Edhe potencova edhe më herët se partitë shqiptare duhet i vendojnë vijat e tyre të kuqe. Për sa i përket të drejtave të shqiptarëve dhe nuk duhet të ketë kompromis me ato vija të kuqe. Mirë po, nuk është BDI-ja ajo e cila mund të vendojë vija të kuqe. Mund dalë edhe kjo që tani thonë se kanë reformuar partinë, edhe nuk është as pak e vërtet, se aty sekretari i përgjithshëm u bën nën-kryetari u bë sekretari i përgjithshëm. Ndërsa kryetarët e degëve të gjithë i emëroi lideri i partisë. Nuk është reforma ajo. Nëse e kishin qëllimin me të vërtet të bëjnë reforma dihet si bën, prej poshtë lart, jo prej lart poshtë. Tani rregullimi i ri shtetëror, fatkeqësisht unë mendoj se është pak si vonë. Ajo ka mund të kërkohet në vitin 2001, kur shqiptarët i kanë pas armët në duar, edhe kanë mund të kërkojnë një tekst pak më të avancuar se sa kjo që është i marrëveshjes së Ohrit. Tani nëse ka, domethënë, subjekte të reja politike në një të ardhme të ri, ose që do të formojnë subjekte të reja politike dalin me kërkesat e tyre, do ta kenë edhe për krahjen tonë. Ne që jemi si opinion bërës ta quaj ashtu, ne do t'i përkrahim forcat të reja politike, mirë po jo ato të cilat janë të vjetruar. Thoton, si ishe veprimet e opozitës shqiptare, apo arrin të bëjë opozitën e vërtetë apo jo? Vetëm këtë pikë pajtojmë plotësisht 100% me Florianin, me të nderuarin, është shumë e vonshme. Nëse në politik pak ka mbetur moral, dyshoj se ka mbetur, por nëse pak ka mbetur, atë Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e posedon. E ka konsumuar gjithë pushtetin, gjithë kohën e nevojshme, që prej vitit 2002 e këndej, dhe gjitha proceset e mundshme, politike, institucionale. Sa do pak për t'i përmirësuar, i ka pas në duar. Për të bëma dhe të pabëmat e tyre, ka kaluar koha. Unë absolutisht se jam midhtar e një krijimit të një force të re politike me ide të re, me qasje të re. E përmendën edhe Fatoni, shpresoj dash Zoti që studentët me këtë iniciativë të shërbejnë si motiv i madh drejt revolucionit madh që na duhet neve shqiptarëve në këtë shtet. Përndryshe, integrimi qytetar në këtë shtet është në prak. Në qoftë se nuk mirën masa adekuate për krijimin apo mendimin e një ideje të re drejt konstelacionit të përgjithshëm të këtij shteti,
dal nga dal këtyre gjitha partive politike do i vje fundi. Atë shumë do konsumohen sa fati ynë do të roket në derë të LSDM-s dhe në derë të VMRO-s. Po, për fund, Faton. Për fund, unë kërkoj ndjes të nderuar se nuk pajtona me juve, unë mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim është një pjesë shumë e rëndësishme e skenës politike shqiptare, me vetë faktin që ka dalë si parti e luftës e para, e dyta nuk është pjesë veç çështja e luftës, po është pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim i ngërthen të dy lëvizjes shqiptare. Njëra që ka qenë lëvizjes popullore të Kosovës, domethënë ilegales që ka organizu luftën e Kosovës dhe kërëngriqen e Kosovës, dhe tjetra ajo që ka qenë me Rugovën, e cila pas vitit 90-91 me Republikën e Kashanikut evolvojnë atë që na e njohemi si PPD, dhe me thonë e Nevzat Halilit. Edhe unë mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet mu pastru për personave. Me thonë edhe duhet me reflektu vetë Ali Ahmeti si personi, me thonë, nuk është kryetari thjesht, si kur që janë këta tjertë, aja është atjena guru, është lider shpirtëror, është lideri suprem, në më në cilit këta tjertë kanë përfitu, edhe kanë marrë pozita, edhe kanë bu shkelje, edhe kanë bu shkamos, edhe ka pas momente që këto janë djetë qashtë fuqishëm, që kanë thonë, po pa mu të s'mun me fitu, do me thonë, apo kuptën. Mendoj se këtë duhet me reflektu si personazh, edhe me bu një farë distikcioni midis Ali Ahmetit politikës edhe të ati që i ka bu këto arritje, edhe përfundimisht me besoj se reforma është në proces, po nuk e ka atë sinergjinë e dur se krejt personat që janë konën me karakteristika karizmatike të leadershipit, ose i kim burgshtëpijak, ose janë të largum prej partisë. Do me thonë, nuk ka brum, Bashkimi Demokratik për Integrim, mundësinë e fundit për reformim e ka kalu periudhën 2014-2024. Atëherë, këta trit, dështun, edhe BDI-a, do me thonë, e ka shumë të fështirë që me pas sinergji mrena reformës. Për atë besoj se Floriani e tha se nuk është kjo reformë, është vetëm ndryshim i ftyrave. Asaj përket rregullimit shtetëror, unë besoj se kur më tepër se sot nuk është e rëndësishme që të ceket se neve shqiptarëve na duhet e zezë në bardhë. Më thonë, na nuk jena minoritet, 3.5%, ose 4% sa është minoriteti i tretë, ose 1.3% sa janë setë. Na i natë, 25%, 30% rezident. Edhe na, ose duhet me bu një double badinter, që me mujtë me siguru vetën, neve na duhet një rrugdalje institucionale, neve nuk na duhet... Kush e realizon ishte pyetja? Puna nuk e di kush e realizon. Kemi aktor politik. Puna se kërkush nuk pe fol as në opinion, nuk po plasohen këto ide. Për kundrazi. Unë besoj se na, për shkak se jena të pa informum, edhe ndonjëherë edhe jena të mlefost, edhe unë jam i mlefost, po nuk duhet mi fol dosene që nuk na takoj neve, apo kupton, se ashtu lujt një farë loje, ashtu zhvillu një farë lufte speciale që besoj se nesër mas nesër. Pa marrë parasysh dallimeve edhe vleni edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe zotri Taravari, edhe zotri Sela, do t'jenë me një paris të kome. Besoj se do t'vjene kjo kohë, kur neve na mohohet gradualisht, si ka fillu mu mohu, neve t'na mohohen edhe sene që janë esenciale, zdi, sa e manin menjën, 2009 të neve na mohok edhe origina, me enciklopedin, edhe ajo për institucioneve të akademisë dul, edhe na mohok edhe kërëngriqja 2001-shit edhe na mohoshin shumë sene. Edhe unë e kësajna, me thonë i frigona, për atë duhet të tjenimi sa të alëm një farë hapsire për komunikim të mirë, pa marrë parasysh se bojnë akrobacione politike, se nuk i dihet të ardhmës ne si shqiptar jemi duke marginalizu. Deri tanin jemi duke marginalizu. Ta shohim që tash me konsolidimin e vlenin, ndoshta do ta forcojmë pozitën e tënë edhe presionin për brenda qeverisë, ndoshta edhe mund të lëviz diçka. Mirë po, cilmohet, nuk ka tu cilmu Bashkimi Demokratik për Integrim, ashtu cilmu figura Ali Ahmeti. Prej kujt? Prej Macedonëve dhe shokëve shqiptarë. Edhe besoj se ajo shka përfaqëson Ali Ahmeti për mu personalisht, edhe për plot shokët mi, edhe bashkëqytetarët mi, nuk ka është ajo e politikës vetë. Edhe për politikën, shka ka pas shkelje, kemi prokurori, kemi gjykat, kemi polici, kemi këta që i thëshin se këta u metën të vjedh, 2 vite nuk ka përveç shembull 3-4 funksionarëve që nuk ka dhe epilog në ato gjykime, nuk ka diçka reale, dhe me thonë, këtë të muhabet e kenë për me urgju Ali Ahmetin të vjene që tërkush në qeveria, po kuptën.
Do me thonë, na jemi në krizë, seriozisht jemi në krizë morale. Mirë, jemi në fund të emisionit, atëherë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të sonte. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Gjithashtu, faleminderit. Shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë me këtë Zoom. Ju faleminderit edhe juve për vëmendjen dhe nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.